Manchester United po e pret kthesën e madhe që nga viti 2013, fiks si që e pret një lapjan kryerjen e rrugës me 4 kërsi, Prishtinë-Podujev. Si në këtë aks rrugor, ku çdo vit vinë ekskavatorët, ndërrohen firmat, priten shiritat e në fund prap mbetesh në kolon. Ashtu edhe te United, vit pas viti ndërrohen trajner, 10 që një dekad, por rezultati është i njëjti, asnjë titull në kampionat, e lere më në Champions League. Michael Carrick është tekniku i radhës, që merr drejtimin pas largimit të Ruben Amorim. Megjithatë, shumë legjenda të këtij klubi fajin nuk e shohin tek trajnerët, por te drejtuesit e klubit. Problemi të Manchester United nuk është trajneri, është shumë më tepër se kaq. Për mua, në thelb, problemi është se klubi aktualisht është i kalbur nga themelet e deri në maj. Edhe tifozët tashmë kanë filluar t'ja drejtojnë gishtin bashkëpronarit të klubit anglez, Sir Jim Ratcliffe. Mbetet të shihet nëse Carrick, ish kapiteni që dikur e mbante mes fushën me qetësi, do të shënoj fillimin e një kthese reale, apo do t'jetë thjesht dështimi i radhës. Shënjestër.net